Merrni një gjethe dafine dhe e përdorni në këtë mënyrë, nuk do vuani kurrë nga këto 6 probleme. Në periudhat kur më shpesh gatuajmë bishtaja, nuk duhet të harrojmë edhe përdorimin e gjetheve të dafinës. Gjethet e dafinës, përveç se janë një ushqim që ka një forcë të pabesueshme shëruese, e cila do ju shpëtojë nga ftohja, në periudhën kur më shpesh gatuani bishtaja, nuk duhet të harrohet pa u shtuar në gatimet tuaja. Dafina është e përdorur që në kohët e lashta si një ilaç për shkak të ndikimit të saj antiseptik dhe kundërinflamator. Është e pasur me vitamina të grupit B, të cilat ndikojnë pozitivisht në metabolizëm dhe në statusin hormonal. Dafinat përmbajnë minerale të shumta të kaliumit, bakrit, kalciumit, selenit, hekurit, magnezit dhe zinkut. Në periudhat kur na pushtojnë virozat, gjethet e dafinës do ju ndihmojnë shumë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. 3 gjethe të grira imët, vendose në 250 ml ujë dhe zjen për 10 minuta. Mbajini për 10 minuta të mbuluar me kapak dhe e kulloni. Shtoni një lugë supe, lëng limoni dhe 2 lugë mjaltë. Për çdo shqetësim shëndetësor që keni, sigurohuni të konsultoheni me mjekun tuaj. Dafina mund të përdoret gjithashtu edhe për shpërlarjen e flokut. Zjeni disa gjethe dafinë në një tenxhere me ujë për jo më shumë se 20 minuta. Kur gjethet të kenë çliruar aromën e plot, hiqeni tenxheren nga zjarri dhe prisni sa të ftohet. Ky lëng përdoret për të shpëlarë dhe masazhuar flokët nga rrënjat e majat. Lëngu i dafinës funksionon edhe për pastrimin e skalpit nga infeksione të ndryshme mikotike ose bakteriale, por edhe kundër zbokthit dhe psoriazës. Nëse e përdorni çdo ditë, lëngu i dafinës do të eliminojë zbokthin një herë mirë dhe gjithashtu rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike në mbrojtjen e shëndetit tuaj të përgjithshëm. Dafina është e mirë edhe për sistemin tuaj tretës. Gjethet e dafinës kanë impakt të fortë në sistemin tretës si diuretik, duke ulur toksina në trup dhe reagojnë ndaj helmeve ushqimore. Përmbajtjet organike të gjetheve gjithashtu ndihmojnë me tretin dhe qetësojnë një stomak të trazuar dhe zorët. Dafina është e mirë për sistemin tuaj të frymëmarrjes. Vaji i dafinës mund të përdoret për të lyer kraharorin dhe për të ndihmuar në problemet me frymëmarrje. Nëse nuk keni mundësi të përdorni vajin, mjafton të zjeni ujin me dafinë dhe të shfrytëzoni avullin që do ju lehtësojë dhe eliminojë bakteriet e dëmshme që gjenden kështu në sistemin e frymëmarrjes. Por kujdes se përdorimi i vajit të dafinës u ndalohet gjithashtu të përdoret nga gratë shtatzana. Dafina është një alternativë shumë e çmuar për të shtuar në dietën tuaj. Vlerat që do t'i ofrojë shëndetit do ta kthejnë atë në një nga produktet më të mira dhe fantastike për organizmin në tërësi. Dafina është e mirë për shëndetin tuaj të flokut. Mund të përmirësojë shëndetin e flokut dhe gjithashtu të heqë zbokthin. Lagni ato në ujë dhe fërkoni lëkurën e kokës pas larjes. Përbërësit e dafinës do të heqin zbokthin dhe do të zbusin gjithashtu edhe të gjitha lëkurat e thata të trupit tuaj. Përdorimi i gjetheve të dafinës në dietën tuaj në këtë aspekt do të jetë një proces shumë i mirë. Dafina ka efekte të mira antiinflamatore. Një nga vlerat më të çmuara të dafinës është se këto gjethe reduktojnë inflamacionin në organizëm. Gjethet kanë në përmbajtje të tyre elementë të njohur, të cilët reduktojnë irritimin në zona të caktuara dhe të cilat mund të jenë të prekura nga artriti. Dafina ndihmon gjithashtu edhe shëndetin e zemrës. Gjethet e dafinës kanë në përmbajtje të tyre acid kafeik dhe rutin, 2 elementë që japin forcë së zemrës. Rutina forcon kapilarët e gjakut në zemër, ndërkohë që acidi largon kolesterolin e keq nga sistemi kardiovaskular. Dafina është një bimë shumë e mirë dhe kundër radikaleve të lira. Kombinimi i fuqishëm i antioksidantëve që gjenden te dafina mbrojnë organizmin nga radikalet e lira që shkaktojnë mutacione të qelizave të shëndetshme. Këto përbërës parandalojnë mutacione të tilla. Dafina është e mirë kundër ankthit dhe problemeve të stresit. Dafina ka efekte lehtësuese, çliruese, gjithashtu edhe qetësuese. Trumza, borziloku dhe dafina kanë në përmbajtje të tyre linalol, një element që ul hormonet e stresit në organizëm. Ndaj gjethet e dafinës ndihmojnë në qetësimin dhe momenteve stresuese kur ankthi është tepër i lartë. Dafina gjithashtu është kundër niveleve të larta të sheqerit. Gjethet e dafinës kanë indeks të mirë edhe në lidhje direkte me rregullimin e niveleve të sheqerit. Konsumi i rregullt i tyre në dietën tuaj mund të mbajë larg edhe luhatjet e fuqishme të tij.
Gjethet e dafinës janë një nga produktet më të mira ushqyese për shëndetjen e përgjithshëm dhe përdorimi i tyre në mënyrë të rregullt brenda normave edhe në mbikëqyrjen e një eksperti mund të kthehet në një aleat të vërtetë për mbrojtjen e shëndetit. Dafina është një bimë shumë e pasur gjithashtu edhe me minerale dhe me elementë ushqyes. Ajo është mjaft e dobishme për shëndetin dhe për organizmin që ofron lehtësime në shumë probleme, sidomos ato që preken nga rrugët e frymëmarrjes. Nëse ju vuani nga këto probleme në këtë video do të mësoni më shumë për elementët ushqyes të tyre, të cilat do të përmirësojnë ndjeshëm simptomat nga të cilat vuani. Aroma e dafinës mund të jetë gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë kundër bllokimeve të rrugëve të frymëmarrjes dhe sekrecioneve. Receta me avullin e lëshuar nga dafina i hap rrugët frymëmarrjes dhe zhbllokon hundët. Ekspertët rekomandojnë zgjerrjen e 6 gjetheve të dafinës në 2 gota me ujë. Pasi uji të ketë marrë val, hiqeni nga zjarri dhe hidhni në një enë tjetër. Mbulojini kokën me peshqir dhe mbani fytyrën pranë enës. Merrni frymë thellë duke nuhatur aromën e këndshme të dafinës. Atë mund ta përdorni si shurup edhe për kollën në kushte shtëpie. Dafina përmban një element efikas për lehtësimin e kollës së thatë derisa të shkoni tek mjeku për të marrë trajtimin e specializuar. Kundër kollës, mund të përgatitet shumë lehtë në kushte shtëpie. Në një tenxhere ose çajnik ulëzohet të hidhni 2 gota me ujë dhe më pas 6 gjethe dafine. Pasi të kenë nxjerrë për 15 minuta, kullojeni lëngun dhe e lini të ftohet. Lëngu hidhet në një tas qelçi dhe shtoni 6 lugë gjedhe me sheqer kaf dhe gjithashtu lëngun e një limoni. I përzierni mirë përbërësit me njëri tjetrin dhe lëngun e fusni në një kavanoz me kapak, të cilin mund ta ruani në frigorifer për 7 ditë. Ju mund të përdorni gjithashtu kompresat me gjethet e dafinës. Gjethet e dafinës janë shumë të mira kundër bronchitit. Me to mund të bëni kompresa të mira shëruese. Në një tenxhere të vogël hidhni 2 gota me ujë dhe pasi të kenë marrë val, shtoni 3 gjethe dafine. Fikeni sobën, pas pak minutash në tenxhere hidhni një nap në të cilën mund të përdorni si kompres dhe ta mbani në krahëror. Një mënyrë tjetër është që pasi gjethet e dafinës të kenë qëndruar në ujë të ngrohtë për disa minuta, t'i vendosni menjëherë mbi krahëror. Vaji esencial i dafinës gjithashtu mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për ju. Aroma e thellë e dafinës ju ndihmon të merrni frymë lirisht. Për përgatitjen e vajit të dafinës ju duhet të hidhni 4 deri në 5 gjethe dafine në 2 gota me vaj bajamesh të ëmbla. Pastrojeni gjethet dhe hidhini në kavanoz bashkë me vajin e bajameve. Lireni ashtu për 40 ditë dhe më pas mund ta përdorni atë sipas nevojës suaj. Dafina është konsideruar gjithashtu si bima e shenjtë për mijëra vitesh. Edhe përveç efekteve shëndetësore ajo ka edhe përdorime të tjera. Ndoshta nuk e dini, por gjethet e dafinës konsiderohen hajmalia e fuqishme. Kjo pasi besohet se lidhen me mirëqenien financiare dhe tërheqjen e parave. Për të pasur gjithmonë para në portofolin tuaj mund të vendosni gjethe të vogla të dafinës në të ose në xhepa të fshehtë dhe kjo do të tërheqë kartmonellat e reja. Vendosni gjethe dafine në vendin ku mbani para. Ky ritual do të ndihmojë edhe për shpejtimin e rritjes së pasurisë suaj sipas Feng Shui. Nëse do të shikonit se keni edhe përmirësime, atëherë mund ta përdorni sipas nevojës. Nëse do të shkoni në një takim të rëndësishëm dhe veçanërisht në ato ku bëhet fjala për financat tuaja, duhet të mbani në dorë ose në rastin më të keq në ditar një gjethe dafine aromatike. Do ju jap besim dhe do ju sjellë gjithashtu shumë lumturi. Kur hëna është e re, shkruani një dëshirë në gjethe dafine dhe përpiquni të mos e dëmtoni atë në këtë rast. Vendosini këtë fletë në një vend të fshehtë me para dhe kur hëna të jetë e plot, digjeni atë. Hidhni irin jashtë dhe prisni që ëndrat tuaja të realizohen kryesisht edhe duke punuar më mirë. Gjithashtu është e rëndësishme që përdoret edhe në forma të ndryshme, por nëse e përdorni në anën mjekësore, duhet të konsultoheni me mjekun tuaj për të evituar kështu gabimet që mund të bëni në lidhje me të. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.